Ore, po ky është komplet i lajthit, mërë jau. Nuk e tia e keni pa një video virale, po qarkullon ku do ka dal ky. I lajthit mi jonë që na dytëron të merremi se kemi zgjedhur kryeministër. E do merri me një të lajthit. Edhe ka thonë, këto patriotët nuk duan të shesim atë dheun. Po që të shesim ne? Të shesim qiftëli? Të shesim qeleshe? Që të shesim ne? O që po ignorant, nuk të kemi zjedh për tregtar me shqit shpinë tate, edhe me dal pa shpi, që të shesim ne? E që të shitjen ti në qosë s'ke shpi? Dal që të flesh në rrugët? Të shesim atë dheun atëherë, po qëfar të kemi në ty? Në qosë atë dheun e kemi shqit, qëfar do të prishtit, qëfar shtetin e kujtë atë dheun? Në qosë atë dheun do të shesësh, oj qyp! Nuk të kemi zjedh për tregtar, oj lajthit, kush janë ata që të mbrojnë ty, po ky është kaq i çmend, po kaq idiotë dhe vemi janë këta që akoma mbrojnë. Thot, që të shesim ne, po se shitëm atë dheun, shesim qeleshe? Shit më qene birë qeni, prodhimet që banë, prodhimet bujësore në qëse të shesësh. Banë fabrika dhe rafinojë naftën dhe shit naftë, jo t'je i falesh krum dhe mërë klysh kurve. Që të shesim ne? Shit buthën e saj grustate që të shqivet me sy si është si zgjebe si puna jote, mërë klysh kurve, mërë shkërdhat. Që të shesim ne? Se të kemi qitë nëna në kam ty, që do të shesësh ti, edhe s'ke që të shesësh më të shesim atë dheon. Nuk po shesim, por po e blejmë. Ky edhe oligarkët e vetë, ato 10-15 vetë, mojnë edhe naj klysh, naj thërime ato patronazhisët se del miku imi madh Faruku pastaj më kritikon. O rosho, Faruk Myrde s'kam folë që kur njeriu më fantastik. Edhe më thotë që Sami, po ç'është e patronazhist? Po e ka majtë mend, po të më kishte thonë ai tjetër që them patronazhiste, jo patronazhist, do ta kisha harru, po më qenë se më ka thonë Faruku. Nuk e harroj dhe them që për një kohë gjatë do të them të manë patronazhistët. Po ky është ai lajthitmi që akoma ne mbrojmë, që akoma ne kemi kryeministër, pa levë dalin e thonë, po hiku ai, kush do të na fus neve në Evropë? O qypa, me gjithmend, gjithë bota paska, në momentin ditën kur të vdes ai Edi Rama, Shqipëria merr ka fund, në Evropë nuk të fut kush ty për Edin mor idiot, por të fut për arsye se Evropa ka nevojë. Edhe Evropa në qoftë se ka në gjë që Evropa do të shpejtonte më shumë futjen, është në qoftë se qeveria dëgjon nga protesta. Në qoftë se ne jemi të lirë të bëjmë protesta të tilla edhe jo ti përtallim, ti në përkamim, ti ndjekim si shtrigat edhe të mos dëgjojmë, e kam llafin qeveria. Në Evropë ne do hymë edhe e shpejtojmë hyrjen në qoftë se rrëzojmë këtë qeveri që ka po çdo gjë të mundme që Evropa të na myll derën edhe të pranoj malin e zi para nesh për pesëlliqet dhe korrupsionet e kësaj qeverie të fëllisht që nëzje paketa malësh me u bo pronaret e tokove të shtetit shqiptarë, të kombit shqiptarë, të popullit shqiptarë, që kanë qenë tilla jetë e matë, që të shesim ne. Po se shitëm atë dheun, që të shesim ne. E po e shitëm atë dheun, çfarë të dumë dhe ty, mër qyp, mër vemi, mër klysh.